ndërkohë teksa protestat vijojnë, përplasja mes Edi Ramës vijon sa i përket protestës nga një ranë dhe kryeministrit. Një eksponent që ka hyrë në këtë mes është edhe Albin Kurti, të cilën e ka sjellë retorika e politikës shqiptare. Ju si mendoni sa ndikim ka Albin Kurti në protestën që zhvillohet kundrejt kryeministit Edi Rama, dhe a është Albin Kurti një pikë përbashkuese e elementit shqiptar në rajonin e Ballkanit? Ne e dim se në këto 5-6 vite, 7 vite sa është në kryeministër Albin Kurti, Edi Rama e ka goditur atë mbi brez dhe nën brez. E ka goditur me ndarjen e Kosovës, përpjekjet për ndarjen e Kosovës, e ka goditur me Open Balkan, ose mini Schengen pati filluar në fillim, balkanik. E ka goditur me kërkesën që madje edhe me projektin që bëri për të krijuar asociacionin serb në Kosovë. E ka goditur me ndërprerjen vetëm 12 orë përpara afatit që do zhvillohej të mbledhjes së përbashkët të qeverisë së Shqipërisë dhe të Kosovës në Gjakov në fund qershorit të vitit 2023, e ka goditur me përpjekjet në bashkëpunim me Macron për t'i bërë presion Albin Kurtit që të mos kujdeset për shtrin sovranitetin në tokën e askujt, siç thoshte Rama për veriun e Kosovës. E ka goditur Albin Kurtin në përpjekjet e tij edhe për të shkaktuar probleme në marrëdhëniet me politikanë të tjerë në Prishtinë. Trepalëzgjedhjet që u bën për shkak të mos konstituimit të institucioneve janë pasojë e bashkërendimit të politikave të Edi Ramës me opozitën e Kosovës që ta izolojnë Albin Kurtin, megjithëse ka mbi 50% të votave, dhe për pasojë të gjitha këto, karma kthehet në vendin e vet. Por nuk është kthyer se ka dashur Albin Kurti të kthehet. Është kthyer objektivisht. Nuk ishte Albin Kurti që e shkaktoi shpërthimin e menjëhershëm brenda ditës të revoltës dhe të protestës në Shqipëri dhe në Tiranë. Nuk ishte ai. Është vetë Edi Rama shkaktari kryesor. Së dyti, unë e besoj që shumë njerëz dhe përkrahas të Albin Kurtit nuk e duan Edi Rama. Për pasojë janë të interesuar që ky të ikë nga pushteti. Është krejt normale. Po e lënë rrafshin shqiptar, rrafshin patriotik, në rrafshin e bashkëpunimit, po marrin vetëm ana njerëzore. Nëse ky për kaq shumë vite ka luftuar kaq ashpër me gjitha mjetet, me gjitha format kundër Albin Kurtit dhe ka favorizuar kundërshtarin e tij kryesor, presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, atëherë simpatizantët e Albin Kurtit nuk pritet që t'jenë pro Edi Ramës. Në një përplasje të tillë, në një përballje të tillë, ata do të jenë pro forcave që synojnë rrëzimin e Edi Ramës. Dhe është krejt e natyrshme. Nuk ka asgjë këtu për ta. Përdorimi i zotit Rama i faktorit Kurti në protestën e Tiranës është një përdorim politik i qëllimshëm. Me qëllim që të thellojë përçarjen, sepse ai e ka strategji përçarje, e ka profesion përçarje, madje e ka dhe detyrë imperative të dhënë nga Beogradi përçarjen e faktorit shqiptar. Për këtë kam bindje të plot, nuk ka, unë lexoj në midis rrjeshtave, lexoj marrëdhëniet, lexoj gjestet, lexoj gjithçka në qëndrimet e tij, në takimet e tij me Vučić dhe të gjitha më çojnë tek përfundimi se Edi Rama i shërben agjendës së Vučić. Është edhe refuzimi i fundit nga ana e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për të votuar rezolutën që dënonte ministren serbe, e cila
bëri ato deklaratë sa i përket spastrimit etnik në Kosovë. Jo vetëm të miratoj rezolutat të tilla Edi Rama, po Edi Rama nuk guxon ti përmend emrin Aleksandar Vučić. Ka guxuar ndonjëherë? Nuk ka lënë njeri pa marrë në përgojë. Nuk ka lënë njeri pa përçudnuar dhe nuk ka lënë njeri pa u përpjekur për ta poshtruar. Por Aleksandar Vučić jo. Në asnjë rast. Vetëm një herë kur Vučić justifikoi Miloševićin në një vizitë para 8 vitesh, vetëm atëherë pa ja përmend emrin tha nuk është mirë të elaborohet ose të revokohet koha e Miloševićit. Në asnjë rast tjetër nuk ka atakuar as tezat e Vučić dhe nuk ka guxuar të përmend emrin e Vučić. Kjo do të thotë që Vučić, se Rama është peng i Vučićit. Kjo do të thotë se Vučić e ka kontrolluar dhe e kontrollon atë në detaje, në çdo veprimtari. Kjo do të thotë se ky komunikon me Vučić pas çdo ngjarje dhe pastaj bën deklarata dhe merr qëndrime. Kjo do të thotë që ky merr urdhra nga Vučić si duhet veproj. Ju kujtohet në vitin 2025, me 22 prill. Me 25 prill ishin zgjedhjet. Me 22 prill, Aleksandar Vučić bëri deklaratën dhe thirrën, votoni Edi Rama. Mos votoni Lulzim Bashkën se pas tij qëndron Maloku Sali Berisha. Atëherë ishte Lulzimi. Më falni, 2021 ishte kjo. Po, 2021. 2021. Pak ditë para këtij, një thirrje të tillë pati bërë edhe Zaev. Pra ka një koordinim kur në fushat elektorale, në kulmin, 3 ditë para zgjedhjeve, lideri politik i shtetit Serbisë bën thirrje për herë të parë në histori ka ndodhur të votohet Edi Rama, do të thotë që Edi Rama e ka të garantuar një monument dhe një emër bulevardi në Beograd. Ka që është historia, s'ka nevojë më shumë. Çfarë skenari po përgatit në këtë rast Edi Rama, po përgatit një skenar të atill si ai Gruevskit, apo kemi të bëjmë me një rast tjetër? Rama i parashikon të gjithë skenaret. Ai ka aftësinë mendore që djallëzit ti njoh më mirë se kushdo tjetër. Dhe përpasoj ai parashikon se ndoshta protestuesit nesër mund të hyjnë edhe në Surrel. Mos protestuesit do hyjnë spak. Keni parë ndonjë lider politik në botë që të ndërtojë një bunker për shtëpibanimi? Dhe e ka bërë vetëm Edi Rama. Çfarë shpjegon kjo? Çfarë shpjegon në këtë rast? Beson dikush ndonjë naiv se Edi Rama është aq naiv sa nuk do një shtëpi banimi e cila të ketë dritë, të ketë pamje, të ketë dhe duron Edi Rama të futet në një shtëpi një katëshe në bunker gati nën tokë. Është e pa imagjinueshme që Edi Rama të jetojë në një shtëpi bunker. Shtëpia bunker ka shumë mistere brenda saj. Vet piramidat e Egjiptit, gjatë gjithë historisë e njerëzimit, ndërtimet të tilla kanë qenë ndërtime mistike. Faraoni në një piramid ishte aq mistik sa populli e barazonte me perëndin në tokë, me komandantin ushtarak dhe me udhëheqësin shtetëror dhe shpirtëror të vendit dhe të atij populli. E njëjta gjë shpjegohet edhe me bunkerin e Surrelit. Por përveç kësaj, bunkeri i Surrelit fsheh, jam i sigurt, edhe produktet e shkeljes së ligjit nga ana e kryeministit. Të vjedhësh
të korruptohesh dhe të korruptosh, të bashkëpunosh me kartelet e drogës, të bashkëpunosh me krimin e organizuar, të aktivizosh bandat kriminale për të marrë pushtetin ose për të qëndruar në pushtet, është një ranë. Si fshesh këto veprime, është ana më vështirë. Zoti Bytyqi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve dhe urime për gjithë shka bëni. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.